Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka kërcënuar BBC-n me një padi gjigante prej $1 miliard, duke akuzuar transmetuesin britanik se ka redaktuar në mënyrë të rreme një nga fjalimet e tij në emisionin investigativ Panorama. Sipas raportimeve të The Guardian, BBC po përgatitet t'i kërkojë zyrtarisht falje Trumpit për të shmangur për shkallëzimin e një betejë ligjore që mund të dëmtonte imazhin dhe buxhetin e saj publik. Redaktimi në fjalë lidhet me fjalimin që Trump mbajti më 6 janar 2021, ditën kur ndodhi sulmi ndaj Kapitolit në Washington. Në versionin e transmetuar nga Panorama, pjesë të ndryshme të fjalimit ishin bashkuar në mënyrë që, sipas ekipit të Trump, të krijonin përshtypjen se ai kishte nxitur turmën për dhunë. Kryetari i BBC-s, Samir Shah, ka kërkuar tashmë falje për redaktimin e pasakt, ndërsa drejtuesit e lartë të korporatës po diskutojnë nëse duhet t'i bëjnë një kërkim falje të drejtë presidentit amerikan për të mbyllur çështjen. Megjithatë, shumë gazetarë brenda BBC-s ngulin këmbë që kompania duhet të mbrojë gazetarinë e saj përpall akuzave për fake news. Nëse BBC zgjedh të kërkojë falje, kjo do të ishte një lëvizje e rrallë dhe e ndjeshme politikisht, duke qenë se televizioni financohet nga publiku britanik përmes tarifës së licencës. Por nëse vendos ta çojë çështjen në gjykatë, atëherë përballet me një proces të gjatë dhe të kushtueshëm, të cilin Trump duket i vendosur ta ndjek deri në fund. Ata mashtruan publikun dhe kam pranuar këtë. Ishte shumë e pandershme, ka deklaruar Trump për Fox News, duke shtuar se ndjen një det moral për ta paduar BBC-n. Ndërkohë ekspertët ligjor janë skeptik për suksesin e padis, duke theksuar se ligjet për shpifje në Florida janë liberale dhe se episodi i Panoramas nuk është transmetuar drejt për drejt në atë shtet. Megjithatë, për BBC-n, kjo çështje është bërë një provë e madhe për besueshmërinë dhe etikën e saj editoriale, ndërsa për Trump, një tjetër mundësi për ta sulmuar atë që ai e quan media e rreme.